Mirëmbrëma zonja dhe zotërin, do t'jemi bashkë në edicioni qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Firmoset marrëveshja për prodhimin e anijeve në bazën detare të Pashalimanit në Vlorë. Kryeministri Rama thotë se Shqipëria do të eksportojë mjete lundruese. Prokuroria e posaçme ushtron kontrolle ndaj disa personave të afërt me Belinda Ballukun, gjenden dokumente dhe sekuestrohen aparate celular. Apeli posaçëm rozon kërkesën e kryebashkiakut Veliaj për afatet e paraburgimit. Avokatët thonë se do të ankimojnë çështjen deri në gjykatën e Strasburgut. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme pas dështimit për të zgjedhur presidentin e ri. Opozita i quan fitore, Vjosa Osmani bën thirrje që të jepet fund urrëties. Vjojmë gjërësisht me zhvillimet kryesore. Shqipëria do të prodhojë anije fal bashkëpunimit të shoqërisë Kajo me gigantin e ndërtimit të mjeteve lundruese Fincantieri. Pas firmosjes së marrëveshjes, kryeministri Rama zbuloi ambicien që vendi ynë jo vetëm të prodhojë për nevojat e veta, por edhe të eksportojë anije. Shoqëria Kajo ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, kompaninë italiane Fincantieri. Kjo marrëveshje i hap rrugë prodhimit në vendin tonë të anijeve të vogla e të mesme, për nevojat e Shqipërisë, por edhe për eksport. Certamente noi saremo i primi ad approfittare dei prodotti. Sigurisht do të jemi të parë që do të përfitojmë nga produktet e shoqërisë në mënyrë konkrete nga dy anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe do të çojnë në 7 numrin total të flotës sonë, e cila në terma të përcaktuara nga statusi jon madhor, po sigurisht dhe me NATO është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë së Shqipërisë në mesdhe. Dhe me pas sigurisht prodhimi do të vazhdojë me tej për të eksportuar këto anije, aty ku sigurisht është e qartë që teknologjia e re dhe inovacioni do të shoqërojë këtë rrugëtim, do të implementohet. Sipas kryeministrit Edi Rama, kjo marrëveshje është e rëndësishme për ekonominë, por edhe për sigurinë e vendit tonë. Spero che il mondo vada meglio e spero che le guerre. Shpresoj që bota të permisohet dhe që luftrat të përfundojnë, por ndërkohë Shqipëria është shumë e vogël për të vendosur të ardhmen e botës dhe fatin e lojës së shahut gjeopolitike, por duhet të përshtatemi sigurisht në të voglën tonë për të patur një mbrojtje dinjitoze dhe për të patur gjithçka që nevojitet, për të qenë në lartësinë e një vendi të vogël, por krenar në aleancën transatlantike ku ne bëjmë pjesë. Kantieri për ndërtimin e anijeve do të jetë në Pashalimane, në të pritet punësohen rreth 400 persona. Në kuadër të hetimeve ndaj ish numri 2 të qeverisë PAK ka ushtruar kontrolle ndaj disa personave të afërt me Belinda Ballukun. Prokuroria e posaçme konfirmon se janë gjetur dokumente të ndryshme, si dhe janë sekuestruar aparate celular. Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera në tunelin e Llogaras dhe Unazën e Madhe. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit ushtruan kontrolle në të paktën 15 ambiente që dyshohen si të lidhura me hetimet që s'pak po kryen ndaj ish numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Sipas burimeve, Vision Plus ka mësuar se janë sekuestruar shkresa, dokumente dhe aparate celular që nga ekstraktimi i të dhënave të rrjedhuara prej tyre mund rezultojnë informacione të rëndësishme për grupin hetimor. Sipas të njëjtave burime, kontrollet u janë nënshtruar disa të afërmëve të ish ministres së infrastrukturës dhe energjisë në kompani që ata janë zotrues aksionesh. Dy shoqëri të tilla janë XL Market dhe Hypo Tregu Elektrik. Këto kontrolle vijnë pasi prokuroria e posaçme vendosi të zgjasë hetimet me 3 muaj për Belinda Ballukun dhe 2 ish vartësit e saj, drejtorët e mëparshëm të autoritetit rrugor shqiptar, Evis Berberi dhe Gentian Gjyli. SPAK e akuzon ata për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera, në ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe të gjitha lotet e Unazës së Madhe në kryeqytet. Është rrëzuar kërkesa e kryebashkiakut Erion Veliaj për pezullimin e afateve të paraburgimit. Avokatët e quajtën antikushtetues vendimin e apelit, duke deklaruar se ai do të ankimohet deri në gjykatën e Strasburgut. Apeli i posaçëm rrëzoi kërkesën e Erion Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit, një vendim ky marrë më herët nga gjykata e shkallës së parë. Avokati Plarent Ndreca tha se vendimi ishte i pritshëm, madje një standard i normuar i gjykatave shqiptare, por paralajmëroi se do ta godas në kushtetuese. Nga sjellja një panderi e pson edhe një i bashi panderë,
që në këtë vështrimin tonë është një gjë absurde dhe antikushtetuese. Sigurisht që ne do i ndjekim gjitha shkallët deri në gjykatë kushtetuese edhe në Strasburg për të zhbërë këtë lloj praktike e cila siç e thash, duket e kalcifikuar. Arsyeja e dytë pse ishim sot është këmbgulja që ne kemi në lidhje me çështjen e themelit për provat digjitale të pahapura. Dje gjykata e posaçme i dha drejt Ilir Beqajt për të gjykuar jashtë kafazit. A ju jep kjo një shpresë për të mbrojturin prej jush Erion Veliaj që mund ndodhe njëjta gjë? Kjo është një shpresë për të gjithë ata të cilët nuk paraqesin rrezikshmëri të posaçme dhe në kuptimin e dhunës fizike, është për të gjithë ata të cilët duhet ta ushtrojnë mbrojtjen e tyre në mënyrë efektive dhe të lirë pranë avokatëve të tyre, në mënyrë që të bëjnë një mbrojtje dinamike përballë prokurorëve dhe mos të ketë pabarazi palësh në proces. A do t'ja kërkoni juve gjykatë trupës së re gjyqësore që zoti Veliaj të mos jetë më në kafaz? Sigurisht. Të hënën, gjykata e posaçme vendosi që të ndajë dosjen për shtatë të pandehur, përfshirë këtu edhe ish deputeten socialiste Klotilda Bushka dhe disa biznesmen. Ata kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, kërkesë e cila u pranua nga gjykata. Në këto kushte për Erion Veliajn, bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe të pandehurit e tjerë që do të gjykohen në procedurë të zakonshme, çështja do të rishortohet. Sali Berisha do të jetë kandidati vetëm llogar për drejtimin e Partisë Demokratike, zgjedhje që mbahet në 23 maj, duket se nuk do të prodhojnë asgjë të re. I vetmi që ka shprehur ambicien për të garuar është Ervin Saliani, por kandidimi i tij është i pamundur pasi është i përjashtuar nga partia. Nesër mesditë përfundon afati për gjithë ata që duan të garojnë për postin e kryetarit partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike. I vetmi kandidat në garë deri më tani është lideri historik i PD-s Sali Berisha, i cili duket se do të jetë edhe kandidati i vetëm për drejtimin e Partisë Demokratike për 4 vitet e ardhshme. Sipas udhëzimit të PD-s që mban datën 18 prill, ata që duan të kandidojnë për qenë kryetar të PD-s duhet dorëzojnë dokumentacionin deri në orën 12 të datës 30 prill. Ky udhëzim saktëson se kandidatët duhet plotësojnë disa kritere, të jenë antarë të Partisë Demokratike prej të paktën 10 vitesh, të kenë profil shumë të lartë publik e politik, të kenë eksperiencë drejtuese në betejat politike të Partisë Demokratike, të mos preken nga ligji i dekriminalizimit. Në datën 17 mars, kryesia e Partisë Demokratike vendosi që zgjedhjet për kryetarin e PD-s të zhvillohen në datë 23 maj. Publikisht ambicien për të kandiduar për kreun e PD-s e ka shprehur edhe ish deputeti Ervin Saliani, por Partia Demokratike ka deklaruar se ai është përjashtuar, duke bërë qartë se nuk ka të drejtë të kandidojë. Në këtë situatë duket se në 23 maj vetmi kandidat do të jetë Sali Berisha, i cili do të kërkojë besimin e demokratëve për t'i udhëhequr në 4 vitet e ardhshme. Sali Berisha ka dominuar Partinë Demokratike prej krijimit të saj në dhjetorin e vitit 90. Ai u zgjodh kryetari i PD-s në vitin 91 e qëndroi në këtë detyrë deri në vitin 1992, kur u bë president i Shqipërisë. Berisha u rikthye në krye të Partisë Demokratike në vitin 97 dhe drejtoi këtë parti deri në vitin 2013, kur dha dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare. Në shtatorin e vitit 2021, Berisha nisi lëvizjen foltoria, pasi Lulzim Basha, so kohë kryetari i PD-s, e përjashtoi nga grupi parlamentar. Në dhjetorin e vitit 2021, demokratët shkarkuan Lulzim Bashën dhe në 22 majin e vitit 2022, Sali Berisha u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike. Kosova shkon sërish në zgjedhje të parakohshme pasi kuvendi dështoi të zgjidhte presidentin e ri. Opozita deklaroi se kjo ishte një fitore e saj pasi nuk u nënshtrua diktatit të numrave të Albin Kurtit, ndërsa Vjosa Osmani tha se ka ardhur koha të jepet fund urrëties, propagandës dhe përçarjes. Pas dështimit të kuvendit për zgjedhjen e presidentit të ri, Kosova shkon sërish në zgjedhje. Ish presidentja Vjosa Osmani reagoi përmes një videoje të postuar në rrjetet sociale, duke thënë se duhet i thuhet mjaft propagandës. Mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën, por ky popull ka ditur të ngritet edhe nga momente shumë më të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrëtie, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës, mjaft më. Aty ku ka urrëtie duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Reagimet forta erdhën edhe nga përfaqësues të forcave opozitare.
në qenë se Zoti Kurti nuk e donte Vjosa Osmanin për presidente, populli i Kosovës do ta doj. Dhe populli i Kosovës do të vendosë sa dëshiron Vjosa Osmanin presidente të Republikës. Po tani mos ta donte LDK-ja, do ta propozonte si emër. 66 deputet, 51% nuk ishin të mjaftueshme për të arritur një marrëveshje, një dakordim për një president unifikues. Kjo është përkeqardhje, është përdhimje. Mirë po, ajo që dua të them dhe që dua të adresoj sot është se sot shpëtoi demokracia në Kosovë, e cila është fituar me mund, me sakrificë dhe me shumë gjak. Zgjedhjet e parakohshme në Kosovë pritet të mbahen brenda 45 ditëve. Datat e mundshme që mund të zhvillohen janë 31 maj ose 7 qershori, ndërsa këto janë zgjedhjet e pesta që mbahen në vend për një harë kohor 16 mujor. Bordi i Transparencës uli këtë të mërkur naftën me 3 lek duke vendosur një tavan të ri prej 203 lekësh për litër për tregtimin me pakicë në pikat e karburanteve, ndërsa litri i benzinës do të kushtoj 180 lek nga 181 lek që ishte. Çmimet e reja do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa operatorët që kapen me shkelje do të përballen me pezullim të aktivitetit. Njëra biznese në Shqipëri nuk po përfitojnë nga paqja fiskale për shkak të mosmiratimit të akteve nënligjore. Ministri i Financave pranoi vonesat, por premtoi se ato do të bëhen gati brenda muajit tjetër. Të miratuara që prej dhjetorit me premtimin se prej 1 janarit do të ishin në fuqi, por sot që flasim paqja fiskale dhe fshirja e detyrimeve tatimore dhe doganore për bizneset nuk është ende e zbatueshme sepse mungojnë aktet nënligjore. Ministri i Financave Petrit Malaj shpjegoi se kjo vonesë ka ardhur për shkak të tryezave të diskutimit me ndërkombëtarët që kanë shprehur rezerva për nismat. Sipas tij, paketa e plot ligjore do të jetë gati brenda muajit tjetër. Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do të dalim me këto akte nënligjore. Jam besim plot që brenda muajit maj do të kemi mbyllur të gjitha proceset respektive. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri Malaj njoftoi edhe se mes Shqipërisë dhe Polonisë do të ketë një marrëveshje për sigurimet shoqërore, ndërsa negociatat mes palës shqiptare dhe asaj greke për të njëjtën çështje vijojnë ende. Ne jemi besim plot që do ta konkludojmë një marrëveshje të tillë, megjithatë siç thash, është një marrëveshje që ka një intensitet të lartë negociatash, kushtesh që po diskutohen për shkak edhe të numrit të madh të shqiptarëve që kemi në Greqi. Po ashtu Këshilli i Ministrave miratoi një akt nënligjor që lidhet me kërkimin shkencor, si pjesë e detyrimeve që vendi ka për kapitullin 25 të negociatave me Bashkimin Evropian. Djegja e Pallati 12 katësh ka detyruar Bashkinë e Tiranës të nisë kontrollet në ndërtesa. Verifikimi në terren synon forcimin e masave të sigurisë kundër zjarreve. Bashkia e Tiranës ka njoftuar nisjen e një procesi të zgjeruar kontrolli për masat e sigurisë ndaj zjarrit në ndërtesa. Ky vendim vjen pas zjarrit në pallatin pranë farmacisë 10, ku u dogjën 71 apartamente. Për ato objekte të cilat si ai këtij rasti dalin jashtë filtrit të kontrolleve të bashkisë për një arsye të legjislacionit dhe arsyetimeve se si funksionojnë objektet që dalin jashtë kuadrit të kontrollit të strukturave të bashkisë, fillojmë menjëherë një kontroll njësoj siç do ta bënim për sa i përket sigurisë së zjarrit për të gjitha objektet lejet të cilave janë lëshuar nga institucioni i Bashkisë Tiranë. Ristani njoftoi se kontrollet do të shtrihen në të gjitha objektet që kanë marrë leje nga bashkia, përfshirë edhe ato që kanë mbetur jashtë verifikimeve të plota. Për gjitha ato objekte që janë dhënë lejet dhe të gjitha dokumentacionet kanë qenë në përputhje me ligjin dhe puna ka vijuar dhe për një arsye
nuk kanë qenë subjekt apo nuk kanë bërë kërkesën për të kontrolluar nga strukturat e bashkisë dhe kanë kaluar në kanale të tjera apo dhe nuk i kanë kaluar kanalet e tjera të licencimit dhe të marrjes certifikatës së objektit, kontrolli do të ndodhi sikur të kishte kaluar. Bashkia bën gjithashtu të ditur se rezultatet e kontrolleve do të raportohen në institucionet përkatëse për marrjen e masave konkrete. Ky është edicioni qendror informativ për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.